Kolesteroli i lartë është quajtur me të drejtë armiku i heshtur i trupit që po godet arteriet dhe zemrën. Në Shqipëri, sipas të dhënave më të fundit, rreth 6 në 10 të rritur kanë probleme me kolesterolin. Më shumë se 44% e popullsisë ka kolesterol mbi normë, ndërsa 34% e tyre shfaqin nivele të larta të kolesterolit të keq. Këto shifra janë shqetësuese dhe tregojnë se sëmundjet e zemrës po prekin gjithnjë e më shumë moshat aktive. Nivelet e larta të kolesterolit të keq çojnë në grumbullimin e yndyrnave në muret e enëve të gjakut, duke i ngushtuar ato dhe duke rritur rrezikun për sëmundje kardiovaskulare, goditje në tru apo infarkt. Specialistët theksojnë se kontrolli i rregullt i gjakut, ushqyerja balancuar, shmangja e yndyrnave të përpunuara, aktiviteti fizik dhe ndërprerja e duhanit janë hapat më të rëndësishëm për ta mbajtur kolesterolin nën kontroll. Kolesteroli i lartë mbetet një rrezik i padukshëm që vepron çdo ditë, duke e bërë kujdesin ndaj tij një domosdoshmëri për shëndetin e çdo shqiptari. Kemi folur për disa armiq të heshtur në fakt në programin tonë kur vjen puna tek shëndeti. Sot ndalem pikërisht tek kolesteroli, tek kjo substancë yndyrore e cila nëse depozitohet me tepri në organizmin tonë, kthehet në një shqetësim. Goditjet e para i ha sigurisht organi që na mban në jetë, zemra, por më pas fillojnë edhe njësër problematika të tjera në sistemin tonë imunitar. Dhe dua që të marrim sot disa këshilla shumë të vyera dhe të jemi të kujdesshëm me dietat ushqimore dhe mënyrën se si ne kalojmë përditshmërinë tonë, duke i shfrytzuar faktin që kemi në studio edhe kardiologen Jorida Diamanti. Mirëmëngjes Jorida, mirë se vjen. Kënaqësi që ju kam në studio dhe flasim pak për kolesterolin, një sëmundje e heshtur sepse vjen ashtu pa pritur, pa kuptuar kur ne heqim dorë nga rutina jonë e shëndetshme, kur fillojmë abuzojmë me ushqimin dhe kur fillojmë lëmë veten pas dore në drejtim të aktivitetit fizik. Çfarë bën kolesteroli në organizmin tonë? Le ta marrim nga fillimi. Po, tani kolesteroli nuk është sëmundje në vetvete, është një substancë që është e domosdoshme për trupin kur është në masën e duhur, sepse është pjesë e membranës së qelizave tona, ndikon në sintezën e bilës që na shërben ose lëngut të tëmthit që shërben për tretjen e ushqimeve, për krijimin e vitaminës D dhe të hormoneve steroide. Por, kur është më tepër se sa duhet, ai depozitohet pastaj në arteriet tona, duke krijuar pllakat aterosklerotike. Fillimi i pllakave aterosklerotike fillon herët në trupin tonë, që në moshën e re, që 20-25 vjeç, po depozitimi është shumë i ngadalë dhe ne nuk e vëmë re. Kështu që prandaj quhet që kolesteroli i lartë është ai vrasësi i heshtur, pasi nuk jep simptoma derisa të ketë dhënë bllokim të enëve të gjakut, të zemrës, të trurit apo të periferisë. Në të gjitha rastet, dëmi është konkret, i madh, jo i nevojshëm për trupin. Mund të bëjmë infarkte, mund të bëjmë insulte ose ishemi në kokë, mund të bëjmë ishemi në periferi. Si duhet parandaluar? E para, shumë herë duhet filluar që të merret një test për kolesterolin, duke qenë se nuk jep simptoma gjatë gjithë jetës, e vetmja mënyrë që ti të dish nëse ke kolesterol të lartë apo jo, është nëpërmjet testeve të gjakut. Një test i thjesht, një lipidogram e fraksionuar, ku jep kolesterolin total dhe fraksionet e kolesterolit, na jep neve informacion për të parë se ç'bëhet me këtë njeri, pacient, klient të ri. Sa herë duhet i bëjmë këto analiza, doktoresha? Po të paktën një herë që nga mosha 25 vjeç, dhe pastaj çdo vit bëhet një check-up rutin që shifen vlerat e kolesterolit. Për uljen e vlerave të kolesterolit, sigurisht që fillimi është me ndryshimin e stilit të jetës, atë që u tha dhe pak më përpara, që do të thotë një dietë ushqimore e varfër me yndyrna shtazore. Të mos përdoret shumë mishi kuq, të mos përdoret gjalpi, të mos përdoren sallamrat, ushqimet e përpunuara, të mos përdoret në ushqimet që kanë bazë vajin e palmës, që tani këto patatina e gjithë gjërat e tjera që marrin fëmijët janë gjitha me këto lloj vajrash. Të bëhet aktivitet fizik, rekomandohet 30 minuta çdo ditë, ecje, por jo ecje për të bërë shëtitje, po ecje me ritëm pak, edhe më shumë patjetër, por minimumi është kaq, të lëri duhanin, alkoolin, të bëjë një stil jete të shëndetshme.
Në varësi të vlerave të kolesterolit, në varësi të moshës, simptomave shoqëruese që mund të ketë pacienti ose sëmundjeve shoqëruese, në varësi të trashëgimisë që ai mund të ketë, sepse kolesteroli është lidhur edhe me trashëgiminë familjare, ne e stadifikojmë pacientin dhe i përcaktojmë riskun kardiovaskular për të bërë evente në 10 vitet në vazhdim. Në varësi të këtij risku, shifet se sa duhet ulur kolesteroli i keq, po themi. Sepse e ndajmë pra në kolesterol të mirë dhe kolesterol të keq. Po, do me thënë, mëlçia jonë kolesterolin e depoziton në paketa, ku njërën e quajmë të mirë, po themi dhe tjetërën të keq. I miri është ai që merr kolesterolin nga gjaku dhe e çon përsëri në mëlçi. Kurse i keqi është ai që është përgjegjës për prodhimin e pllakave aterosklerotike. Dhe zakonisht ne kardiologët merremi më shumë me këtë kolesterolin e keq dhe në varësi të këtij stadifikimit që thamë ose rrezikut që i përcaktojmë pacientit, ne mundohemi ta ulim kolesterolin e keq duke e dhënë këshillat fillimisht dhe pastaj japim edhe ilaçet që ndihmojnë në uljen e kolesterolit, siç janë statinat, fibratet apo kombinimet e tyre me radhë. Sot kanë dalë edhe ilaçe të tjera shumë të mira që ndikojnë edhe në gjenezën, po themi, të kolesterolit. Ulja e nivelit të kolesterolit ka disa stade. Për shembull, sot flitet gjithmonë the lower is better. Sa më i ulët jetë kolesteroli i keq, aq më mirë është për organizmin, aq më vonë do fillojnë eventet që lidhen me pllakat aterosklerotike dhe shqetësimet, pra, shqetësimet. Shqetësimet dhe nëse pacienti ka bërë një event më përpara, për shembull, një pacient 40 vjeç që ka bërë një infarkt më përpara, dhe ka vlera të kolesterolit të keq LDL-s, po themi 140, nuk ka faktor të tjerë përveç se ka këtë eventin që ka ndodhur. Te ky pacient që ne e kemi gjitha një event dhe e dim që ky e ka sëmundjen, mundohemi që kolesterolin e keq ta ulim shumë, poshtë 50 mg për decilitër. Ato vlerat që shohim rëndom nëpër analiza janë për një pacient të moshës 20-25 vjeç pa faktor rreziku dhe që bën një jetë të shëndetshme. Dhe shpesh pacientët i shikojnë, thonë, mire kam, unë nuk e kam keq kolesterolin, se pak fare, shumë pak minor. Dhe fillojnë abuzojnë pastaj. Po, por pacienti stadifikohet në varësi të simptomave, sëmundjeve shoqëruese, moshës që ka, trashëgimisë, që nuk janë ato vlerat rëndom për të gjithë. Sigurisht që vlerat duhet konsultuar me mjekun. Mjeku është ai që i përcakton se sa duhet ulur, çfarë medikamenti duhet dhënë dhe çfarë duhet bërë. Doktoresha, çfarë vini re në përditshmërinë tuaj të punës? Kur vjen puna tek qytetari mesatar shqiptar, sa raste kemi her pas here në dyert tuaj që trokasin për të marrë ndihmë dhe për të kuruar për një nivel të lartë të kolesterolit? Pra, popullata shqiptare vuan pikërisht nga kjo gjë? Është ndërgjegjësuar popullata tashmë dhe të gjithë bëjnë check-up-e. Edhe atë check-upin që e bën shteti, por edhe kontrollet që bëjnë sipas siguracioneve private apo vetë, dhe edhe të rinjt që mund të mos kenë faktor rreziku, sa po shikojmë pak kolesterol të lartë, vinë me vrap edhe thonë më ka dalë kolesteroli i lartë, çfarë duhet të bëj? Të kontrollojmë zemrën, të shohim arterien. Pas analizave. Ka shenja paralajmëruese kolesteroli i lartë? Nuk ka asnjëherë. Prandaj quhet vrasësi i heshtur. Sepse po nuk e bëre një analizë, nuk e kupton që ti ke kolesterol të lartë. Kur ka ndodhur eventi, kjo ndodh shumë më vonë dhe ti nuk e ke parandaluar. Ti bën teste për të parandaluar eventet që mund të ndodhin nga rritja e kolesterolit. Dhe që mund të jenë edhe fatale. Po, patjetër, mund të bësh infarkt të madh që mund të jetë event fatal, mund të bësh infarkt në trup që përsëri mund të jetë event fatal. Mund të bësh tromboza në këmbë sepse të mbyllen ente gjaku të këmbës për shkak të aterosklerozës periferike. Të gjitha eventet që ndodhin prej rritjes së kolesterolit dhe krijimit të pllakave aterosklerotike janë fatale. Ndoshta dikush mund të gënjej veten ose mund ta mençojë se duke qenë në peshë nuk ka nivel të lartë kolesteroli. Jo, absolutisht. Është një gabim i madh apo jo? Po, shumë gabim. Ka hiperkolesterolemi familjare që s'kan lidhje fare me peshën. Ti e ke në gjenezën tënde, prindrit e tu kanë pasur kolesterol të lartë, të vinë në familje dhe mund të kesh edhe ti. Duhet të dim që 80% e vlerës të kolesterolit sintetizohet brenda trupit të njeriut. 20-30% merret me dietën. Kështu që është shumë i rëndësishëm edhe faktori gjenetik. Dhe që duhet parë patjetër. Nuk ka lidhje me sa slimje. Ka njerëz që janë shumë slim fit, por kanë vlera shumë të larta të kolesterolit dhe të tjerë që mund të jenë pak mbi peshë dhe vlerat e kolesterolit mund të kenë normale.
sa kohë duhet që nga momenti që ti kupton që ke kolesterol të lartë për të arritur në parametra normal, me një dietë mirë ushqimore dhe duke nisur dal nga dal dhe aktivitet fizik, flas nëse këto gjëra nuk i ke bërë më përpara. 2-3 muaj është e domosdoshme që të vazhdosh me dietë ushqimore dhe me aktivitet fizik. Por, jo gjithmonë arrihet kjo, kur po themi që kemi dhe këtë komponentin fizik. Por, nëse je një person i ri që nuk ke sëmundje kardiovaskulare në familjen tënde, nuk ke trashëgimni për të bërë evente kardiovaskulare, nuk abuzon me substancat, me duhanin, me alkoolin, bën aktivitet të rregullt, po themi një sportist 30 vjeç. Ti sportisti 30 vjeç edhe po ti ketë shumë pak më të larta se norma vlerat e kolesterolit, ne nuk i japim ilaçe për t'i ulur vlerat e kolesterolit. Si e ndihmon aktiviteti i lartë fizik uljen e kolesterolit? Po duke djegur kalori, patjetër që neve duhet të sintetizojmë akoma më shumë. Çfarë ndodh? LDL-ja dhe HDL-ja. LDL-ja që do ta çojë në gjak, rritet më shumë prodhimi HDL-s dhe HDL-ja e paketon kolesterolin dhe rikthen përsëri në mëlçi. Ja, se sa e rëndësishme është që të bëjmë aktivitet fizik çdo ditë, dikush më pak, dikush më shumë. Tani, logjika më çon që duke qenë se kolesteroli është armik i organit jetësor tonit, të zemrës, edhe stresi edhe shëndeti emocional duhet jetë i lidhur drejt për drejt me të, mendoj. Patjetër, stresi rrit shumë inflamacionin në trup dhe duke u rritur inflamacioni, bëhet stresi oksidativ brenda enës së gjakut dhe çfarë ndodh është që pllakat aterosklerotike që mund të jenë dhe të vogla, çahen dhe duke u çarë këto pllaka aterosklerotike bllokohen enët e gjakut pasi grumbullohen elementet e gjakut që janë trombocitet. Domethënë stresi dhe inflamacioni e bëjnë endotelin e enëve të gjakut shumë fragjil, shumë të brisht, që mund të preket shumë lehtë nga këto lloj eventesh. Është shumë i rëndësishëm kujdesi për shëndetin mendor dhe menaxhimi i stresit, pavarësisht çdo gjëje tjetër. Dhe ju rezulton që shëndeti mendor lihet pas dore her pas here, doktoresha? Lihet shumë pas dore, jo lihet pas dore her pas here. Po, patjetër. Është edhe po themi në praktikën tonë si popull që kemi turp të shkojmë dhe të ankohemi për këtë gjë, mendojmë se po të vesh te psikiatri ti je i çmendur dhe nuk e shikojnë të nevojshme që duhet kërkojnë ndihmë. Ne jemi të mësuar që e kërkojmë ndihmën aty te kafja që pim në mëngjes para punës, kur themi ato hallet tona, por ndonjëherë është e nevojshme që të kesh një ndihmë të specializuar për këtë punë, që të dish se si ta menaxhosh ankthin, si ta menaxhosh stresin. Në kohën që jetojmë, nivelet e stresit të ankthit janë sigurisht më të larta se sa më përpara. Stresi të fillon që në mëngjes, kur futesh në makinë, trafiku në rrugë, pastaj po. Elementare e para e ditëve tona. Nuk del dot nga rrugat nga parkimi se të kanë zonë rrugën, domethënë që në fillim, që në mëngjes fare ti e fillon ditën me stres. Streset e tjera që janë të akumuluara dhe që janë patjetër dhe gjithë streset që mund të ndodhin gjatë ditës. Sigurisht që jo të gjitha na ndikojnë, varet edhe nga personi që i përjetojnë, ka njerëz që e marrin më lehtë, se ka të tjerë që i përjetojnë situatat më shumë se sa të tjerët. Truri, doktoresha, është i rrezikuar dhe i prekur njësoj si zemra? Njësoj. Edhe truri edhe zemra janë një lloj të rëndësishëm. Të gjitha organet në trup mund të preken, këto të dyja janë fatale. Nëse bën infarkt në zemër, mund të vdesësh, mund të bësh insuficiencë kardiake, do të thotë që do të kesh një cilësi jete jo të mirë në vazhdim dhe komplikacionet që mund të vinë prej tij. Nëse bën infarkt në kokë, edhe ky mund të jetë event fatal, ose ndonjëherë mund të ndodhin ato që neve i themi paraliza të pjesshme ose të plota, pacienti i ri i shtrirë në krevat për një kohë shumë të gjatë, që nuk është një jetë cilësore. Sa kujdes duhet të tregojnë personat që kanë edhe sëmundje bashkëshoqëruese? Më shumë se sa të tjerët. Diabetikët për shembull? Diabetikët, ata që kanë sëmundje renale kronike, ata që kanë sindrom metabolik, që janë mbi peshë, që mund mos kenë diabet, por kanë vlera pak më të larta të tensionit, të diabetit. Këta duhet kenë shumë më shumë kujdes se sa të tjerët. Dhe thamë që te këta persona ne ulim kolesterolin shumë më tepër se sa e ulim tek një pacient që është i shëndetshëm dhe nuk i ka këto sëmundje bashkëshoqëruese. Hipertensioni, diabeti, sëmundje renale kronike, konsumi i duhanit, gjinia, meshkujt preken një çik më shumë se sa femrat. Preken më shumë meshkujt. Patjetër, deri në menopauzë. Pas menopauzës, ku ulet niveli i estrogeneve që e mbron një çik vajzat nga kolesteroli i lartë, rreziku bëhet një lloj. Konsumi i drograve, sigurisht që
rritë akoma më shumë, i stimulon më shumë. Dhe në fund, çfarë mesazhi do t'i japim qytetarëve, ndoshta dikush është duke na ndjekur në këto momente dhe është përpara vaktit të tij të mëngjesit. Çdo njeri që është mbi 25 vjeç, një herë në vit të paktën duhet të bëjë një test. Në 25 nuk është e nevojshme? Tek ata që kanë trashëgimi familjare, patjetër, por tek ata që s'kan evente të tilla në familje, pas 25-s, sepse atëherë fillojnë edhe problemet me pllakat aterosklerotike, të bëjë një test për të matur kolesterolin në gjak me gjithë fraksionet e tij, të bëjë një jetë të shëndetshme, ushqime të shëndetshme, të mos konsumojnë këto ushqime të gjysmë të gatshme, aktivitet fizik, të merren me sporte, në palestra, sporte në natyrë, që bëjnë edhe më mirë se sa palestra, të kontrollojnë shumë mirë sëmundjet kronike që ata kanë, të menaxhojnë tensionin, diabetin, stresin, dhe të jetojnë mirë dhe shëndetshëm. Faleminderit Rita shumë për të gjitha këshillat e tua. Ishim me doktoresh Diamantin, por të tjera këshilla do të vinë pas pak në ekranin tuaj zonja dhe zotrinj, sepse do të jetë momenti i horoskopit, vjen Jorgo Pulla me parashikimin e yjeve dhe për t'ju treguar si do të jetë dita e sotme, për të gjitha shenjat, por edhe fundjava që nis shumë shpejt.